Do të mësojmë tani nëse atje ka sërish të njëjtat lëvizje, por do të jetë kolegja Razela Myslima, e cilën e kam në komunikim të drejt për drejt në këtë çast për të na përcjellë detaje se çfarë po ndodh konkretisht atje. Razela, të përshëndes. Përshëndes Ermal nga Kryeministria, nga godina qeveritare, ku në fakt nuk ka lëvizje, duhet theksuar, pavarësisht se lajmi që ju sapo keni përcjell tashmë ka qenë shumë i rëndësishëm dhe sigurisht tronditës për qeverinë e Edi Ramës. Kryeministri vetë nuk ndodhet në zyrën e tij, nuk ndodhet as në Tiranë për shkak të samitit të Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor që do të mbahet ditën e nesërme në Bruksel, kështu që kryeministri Rama është nisur drejt Brukselit, po udhton për samitin që do të mbahet ditën e nesërme atje, ndërkohë që reagimin për çështjen Balluku me siguri e ka bërë rrugës, ndërkohë që ka qenë duke udhëtuar për në aeroport. Reagimi i kryeministrit, duhet të thënë, Ermal, ka qenë i menjëhershëm, sapo s'pak ka dalë me kërkesën dhe me njoftimin zyrtar si ka kërkuar kuvendit heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut. Vetë kryeministri në postimin e tij në rrjetin social X e ka cilësuar si një akt të turpshëm të demokracisë këtë kërkesë të SPAK-ut që prek një nga anëtarët e kabinetit të tij qeveritar, që i hap rrugë më pas në rast se kuvendi do të votojë pro kërkesës së SPAK-ut, do t'japte rrugë arrestimit të Belinda Ballukut me arrest shtëpie apo arrest me burg. Megjithatë, kryeministri Rama tha se nuk do ta paragjykojnë vendimin dhe kërkesën e prokurorëve të posaçëm, por do të jetë grupi parlamentar dhe kjo shumicë e drejtuar prej tij që do të vendosë pasi ta marrë në shqyrtim kërkesën e tyre dhe do të marrë dhe do të mbajë një qëndrim të drejtë, siç ka theksuar kryeministri Rama në fjalën e tij. Ky qëndrim i drejtë mbetet për tu parë nëse do të jetë pro kërkesës së drejtësisë së re për të hequr imunitetin Belinda Ballukut e më pas për t'i japur rrugën arrestimit të saj në çfarëdo forme, në shtëpi apo arrest me burg, apo do ta rrëzojnë kërkesën e prokurorisë së posaçme, pasi tashmë loja është në kuvendin e Shqipërisë. Është kryetari i kuvendit ai i cili do duhet ja përcjell këtë kërkesë Këshillit të Mandateve dhe Rregullores, një këshill i përbërë nga 10 antar me përbërje të barabartë, 5 antar nga majoranca dhe 5 antar nga opozita, dhe pasi kjo kërkesë të përcjellet zyrtarisht Këshillit të Mandateve, duhet të dalë ky institucion, ky këshill me një raport brenda 2 javëve, i cili do duhet i përcjellet më pas parlamentit, sallës seancave plenare, dhe do të jenë deputetët ata që do duhet të vendosin me vot, me shumicë votash, nëse do t'ja heqin imunitetin Belinda Ballukut apo jo. Vendimi në këtë rast i takon shumicës, i takon socialistëve që kanë edhe sigurisht forcën e kartonave për të vendosur nëse një prej të tyrve, dhe në këtë rast është një prej eksponentëve më të lartë Partisë Socialiste, do t'ja heqin imunitetin për ta përballur pa imunitet dhe pas një mbrojtje politike përballë drejtësisë së re. Në fakt, Razela, ky është një ndër rastet, ju padyshim e zauruat mirë, por është një ndër rastet të para, po themi kështu, se të rralla që Partia Socialiste apo qeveria bën një reagim, ndoshta edhe një vendimarrje konkrete për sa i përket një prej figurave të tyre më të larta. Nuk ka ndodhur kështu, paktën me disa prej rasteve tjera që një pjesë e mirë prej tyre kanë dhënë dorëheqje. Megjithatë, mbetet vërtet me interes për të parë se si do të jetë procesi. Që mbetet për të parë vendimi politik që do të marrë kryeministri Edi Rama, por në sfondin e reagimeve të fundit që kryeministri, kreu i qeverisë ka bërë së fundmi me dalje të shpeshta dhe intensive, ka qenë goxha mbrojtës në favor të Belinda Ballukut, krahut të tij të djathtë, numri 2 të qeverisë, që kur në fakt gjykata e posaçme kërkoi pezullimin e saj nga funksionet si zëvendës kryeministre dhe ministre e energjisë dhe infrastrukturës, kryeministri Rama ka dalë menjëherë me reagime të shpeshta, thuajse të përditshme politike, duke artikuluar fuqishëm pretendimin e tij se GKK po shkel kompetencat e ekzekutivit dhe kompetencat e tij si kryeministër, i cili ka të drejtën të pezulloj apo emëroj antar të qeverisë. Gjë që më pas pasoi edhe me çuarjen e vendimit të GKK-s në gjykatën kushtetuese, dhe vetëm 4 ditë më parë, në fakt, për ta sjellë në kujtesë atë që ndodhi, gjykata kushtetuese doli me një vendim duke e rrëzuar vendimin e GKK-s për pezullimin e Ballukut dhe duke e rikthyer atë në detyrë.
festa për zonjën Balluku zgjati pak, nëse mund ta themi kështu në mënyrë metaforike, pasi 4 ditë pasi gjykata kushtetuese i dha të drejtë, prokuroria e posaçme del me një tjetër kërkesë akoma edhe më të ashpër, që do t'i peshoj sigurisht më shumë politikisht zonjës Balluku, me kërkesë drejtuar kuvendit për t'i hequr asaj imunitetin që e mbron përballë ligjit dhe jep garancinë që të trajtohet në një mënyrë sigurisht ndryshe nga çdo qytetar tjetër. Lagj Rezela, të falenderoj shumë për këtë raportim të drejtë për drejtë, ndërsa ne mësojmë që ditën e premte do të jetë pikërisht dita kur do të mblidhet Këshilli i Mandatit